Do befasoheni kur të mësoni çfarë ndodh nëse pini uthull molle çdo ditë. Uthulla e mollës njihet për vetitë e saj të mira për shëndetin. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet e shëndetshme duke konsumuar të paktën një lugë çaji uthull molle të tretur në ujë. Do ta keni më të lehtë të përmirësoni peshën tuaj trupore. Një studim i vitit 2018 tregoi se uthulla e mollës ka veti të mira që mund t'ju mbajnë të ngopur, duke ulur kështu edhe marrjen e yndyrnave gjatë ditës. Ajo është një stabilizuese shumë e mirë e niveleve të sheqerit. Niveli i glukozës në trup ulet kur pini uthull molle. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të stabilizuar atë, por jo për ta kuruar. Ajo është një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të kolesterolit. Një studim i botuar në Pakistan Journal of Biochemical Science zbuloi se uthulla ul kolesterolin. Është e rëndësishme të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti në këto raste për të evituar gjithashtu gabimet që mund të bëni me përdorimin e saj.